Gjevo në 81-shin në Institut të Arteve. 85-ën mbaruam, po. Ashtu. Në 85-ën ti Gjevo merr emërimin Tiranë. Në strat. Ishte një nga, domethënë, si ka mundësi, vjen konkuron në 400 ca vet me 27 vet del Xhavair Zeneli. Dhe 17 ishin nga Tirana, mos haro. 17 ishin nga Tirana, po. Nga Erseka, një vend i panjohur në filmin, i panjohur në skena shqiptare. Pastaj, Vile unë mbaj mend atë vit vetëm në Tiranë, domethënë mbajtën Kozmadushin dhe mua. Fatlum të dy domethënë. Se dha ju këndonte, po. Tash ti përpos kësaj, kur edhe nga Tirana i çonin në përreth, po. Për shembull Çim Dajen, Ardian Cerkën, i çon Berat. Po se aty kish nevojë, kjo kohë ka qenë. Po kish nevojë të dheu. Partia kesh nevojë për ty këtu, a? Po për mua, çfarë do bësh? Fati im. Po çfarë? Jo vërtet, Suldibra thoshte të kemi ndjekur që nga shkolla. Edhe Sulja ku më kujtove Sulja? Jo. Shumë burr i mirë. Shumë burr i mirë. Do me qetësinë e parë ma dha Boshnjaku, Aqi Boshnjaku, tha do vish në stratë e ushtarit, tha i kam rregulluar tëra gjerat. Ky ishte, domethënë, po se ishte veç e stratë e ushtarit në stratën e Tiranës. Qetësia më e madhe që domethënë Tirana u sigurua. Pas e ti e di që Kinostudio mbante çdo vit nga 2 aktor për asistent regjizor që i përgatiteshin. Kështu thash, kur më tha ai pasaj jo, thash në stratë e Tiranës. Aty e përqafova. Ik tash i tha mbaro dhe ato 3 muaj zbor çarkë dhe mirë se të vish në stratë e Tiranës. Po. Okej, u emërovëm Tiranë. Sa zgjati? Kolegët më pritën mirë, bile ka një histori me profesor Skënder Plasarin se të tërë që talleshin, se kupton që të kanë mbajtur në Tiranë se ka pasur undën e madhe. Si unë, po, tha i zgjedhin Xhevo. Po pse s'lidhe ka me hundën Xhevo? Ja, këtë lidhje ka që ajo më mori me motor, edhe më çovi në stratë e Tiranës, edhe më numëron e të runderat, ata ishin të tërë mashallah me hundë. Po, me Vasillaqe, me Velirada, Luan Zhegu. Më tha mua, Ali Bajta. Në strata kështë këmullu të runderat. E kupton ta që s'të kanë mbajtur nga hunda në Tiranë, po mirë faleminderit ashtu. Bëra njërë për mashallah dhe kolegët më pritën shkëlqyer, sidomos të losje krah gjigantëve siç ishte Skënder Sallaku e Vasillaq Vangjeli. Tash me Vasillaqin ti keni qenë si trup. Shumë histori. Një trup me 2 mendje. Një trup me 2 mendje, po. Jo, edhe me mendje një kemi. Po njëherë, pas kësaj pse të shuan Kukës? Doli iniciative shoku Tramis, nga që se shoku Enver Shevdek. Veriu quhej i persekutuar, e do ndihmoj me kuadro të ndryshëm. Dhe në çdo qytet të Veriut zgjodhen kuadro mjek, inxhiniera, nga këta të bujqësisë, më the. Për zhvilluar Veriun. Midis tyre duhet edhe një nga arti. Nga arti. Po çfarë do bëj ky artisti? Do ndihmoj tha me përvojën e tij, me kështu do ndihmoj, do vej në estradë e Kukusit. Atë ditë që do ishte mbledhja, unë siç e kisha zakon që pinja me vasën një dopjo dhe një kafe, sa të vinte ora apelit. Kur shikoj më mblodhën të rreth e rrotull, më fërkonin nga kurizi. Je i qetë, vazhdo pi, më thanë, pse çfarë ka? Po bësh mbledhja, më do ik njëri në Veri, tha. Po edhe çfarë? Po jo ti shpëton, tha, se ai ka thënë duhet me përvojë të madhe. Unë 3 muaj. Në strat. Po mirë. Pi dhe një, pi. Më qërasë dhe ata dhe njërë. Filloj mbledhja, edhe shoku i partisë, tha, partia ka nevojë, tha një nga kuadrët tuaj, tha duhet të shkoj. Pa mbaruar fjalën, ai u ngrita dorën. Po ti ç'ke tha? Po dhe në partia do vemi. Duhet me përvojë, apo s'më dëgjove çfarë fola. Edhe njërë fjalimin a jo, po duhet ndihmuar Veriu, se kështu, unë prap dorën. Kur më pa që ngrita dorën, mbyllën mbledhja, tha, se një duhet, tha, ma futën unë. Ja fute vetës. Ja futa vetës. Ja fute vetës, trombullun ato me Fernet 100 pikë mjesët. Po që ishin 2 vjetë përvojnë të shkëlqyera me trupën e Kukusit, artistë mrekullueshëm. Ke kaluar mirë atje? Shumë. Ke kaluar mirë në Kukës? Shumë.